Rama sot. Rama di çfarë bën? I vendos 95% qytetarëve taksa dhe 5% i përjashton. Po kush është ky 5%? Po kush janë 5%? Në qoftë se vendos një sistem drejt me taksën 10%, që ti e di që kushdo paguan këtë taksë, nxitet edhe biznesi të punoj, të investoj, edhe të zgjeroj biznesin, edhe të punësoj më shumë. Nuk ka asgjë të keqe që ti jesh një biznes i madh. E keqja është sistemi pa drejt që kanë ngrit këto. Sistemi që me një ligj special për teatrin ja jep Fushës, me një ligj special ja jep Portit Durrësit, me një ligj special tjetër ja jep aeroportit Vlorës. Ky është sistemi që favorizon të pasurit. Ndërkohë që nëse ti mbështet njerëz të punës, nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Unë nuk e di se kush ja jep Ramës këtë mend, në fakt se nuk ka asnjë, së pari ekonomist, po nuk ka asnjë njeri me logjik atje që të flasë një mendim të vetin. Se i kemi dëgjuar dhe ato që kishte sot në kraj i kemi dëgjuar. Sot ja japin klientët, kjo është patjetër. Klientët që shkojnë njerëz aty, që shkruajnë ligje, kjo është provuar. Ndodhi ke inceneratorët, ka ndodhur me shumë kontrata të tjera. Po nuk ka arrit kur në një nivel të tillë Shqipëria që vjen biznesi dhe të thotë mirato këtë ligj. Kjo është kapje e shtetit. Dhe këtë kapje të shtetit sigurisht që me një kod fiskal dhe me një taksë të sheshtë, me parime i ka shpjeguar zoti Berisha shumë qartë. I vendos parimet në fillim të 4 vitshit, ato nuk ndryshojnë asnjëherë. As për të favorizuar Antonin, as për të favorizuar çimin. Për askënd. Këto janë parimet për të gjithë. Kaq ka nevojë ekonomia shqiptare. Nëse sillesh drejt me çdo taksapagues, nëse i trajton ato njësoj me të njëjtën taks, njerëzit që duan të punojnë. Sot ekonomia është e kapur. Ky është problemi. Dhe nuk e ka kapur as për arsye të taksës, as për arsye të paketës fiskale. E kanë kapur ato që kanë ndërhyrë, kanë fut durët dhe kanë ndryshuar buxhetin, kanë ndryshuar ligjet fiskale dhe kanë vendosur që disa njerëz do kenë përjashtime dhe 95% do paguajnë. Këtë do ndryshojmë. Dhe unë besoj që kjo është plotësisht e bëshme. Kjo sot në paqes fiskale, kur u paraqit, tregoi që Rama pasi bëri të llava gjithë të kohë, vendosi të bëj dhe disa pika programore në kushtet kur për Partia Demokratike u fshetetën programin, apo. A keni vënë re ju që programi i Partisë Demokratike ka pasur një ndikim të tillë sa të influencojë edhe fushatën e Edi Ramës tek njerëzit? Që po ndjek nga pikpamja e programit është e qartë. Ndogji për pensionin, 400 euro propozoi Partia Demokratike, 3 ditë pas e propozoi, ndogji për pagën mesatare 1200 euro, ndogji për minimumin jetik 200 euro, për të gjitha ndogji. Tani unë këtë e shoh edhe një lëvizje në panik. Sepse ka ngjitur tek biznesi, fakti, ke njerëzit e biznesi, fakti që bizneseve janë rënë qafë me taksa, me gjoba. Edhe energjia elektrike, edhe inspektorët dhe tatimorët. Më vjen biznese pa fund, të cilët jam duke shkuar këtë gjithë bizneset fason tani dhe më thonë, nuk është e përjashtuar paga 50.000 lek. Përjashtohet 30.000 lek, se po e kalove 1 lekshin, ato të ulin në nivelin më të vogël. Dhe nuk ka këtu as përjashtim nga paga për ato që marrin të ardhura më të ulta, nuk ka asnjë mbështetje për biznesin. Dhe të gjitha këto janë me gjoba. A e di që një pensionist sot këto i vendosin një taks nëse pensionisti jep një dhomë shtëpie me qira? Këtu ndodhin absurditete të jashtëzakonshme. Biznesi vogël, megjithëse luftuam shumë për taksën e profesioneve të lira, nëse ka 2 klientë ai e llogarit sikur kalon në pjesën tjetër të xhiros. Pra, janë absurditete të cilat veti kanë krijuar. Me zbatimin e buxhetit të ligjeve siç e kanë bërë vet, duke e parë vështirësinë që ka biznesi, duke e parë që oferta Partisë Demokratike ka ngjitur dhe janë gjëra konkrete që bizneset i vuajnë, sot dëgjova këtë paqen fiskale. Po pse mos kenë bizneset 365 ditë paqe fiskale? Po të kenë vetëm për fushat elektorale. Po pensionistët pse mos kenë pension 365 ditë vitit? Po një herë në 4 vite. Kjo është oferta e Partisë Demokratike. Ato 5 gjëra të propozuara, të zhvilluara gjatë gjithë vitit. Jo si mëshirë, jo si lëmosh, jo si janë zgjedhje, po si një filozofi programore. Unë nuk besoj te sondazhet, por me që sondazhet tani kanë dominuar disa nga mediat e kryesore të vendit, kuptohet në ndikimin e majorancës, kanë treguar një rezultat të çuditshëm. Nuk e di nëse është i besueshëm, por është një rezultat që i papritur. Që partitë të reja që kanë dalë, kanë hyrë dhe po marrin nga Partia Demokratike vota dhe nga Partia Socialiste. Që duhet ishte e kundërta, në fakt? Që logjikisht duhet ishte e kundërta, por ne themi është i papritur.
Juve e keni parë të sondazhe, i keni, dhe e shikoni se ju e përballni me terrenin, ju e gjithë në terren dhe ju e kuptoni shumë mirë. Si ju duken sondazhet në krahasim atë që gjeni juve në terren? Shiko, nuk e reflektojnë sondazhet atë që shohim në terren për partitë e vogla. Po unë sondazhet nuk i shoh fare për të parë këtë ndarje. Unë i shoh më shumë si një motivim se ku duhet me puno, se ku janë zonat që duhet të punosh më shumë. Në qoftë se sondazhet për shembull reflektojnë që gratë nga një moshë e caktuar deri në këtë moshë nuk e kanë dëgjuar mjaftueshëm ofertën e Partisë Demokratike, i drejtojnë grave. Pra, na shërbej neve për diskutimin tonë përditshëm. Partitë e vogla unë nuk e shoh në këtë mas. Ka shumë qytetarë të cilët thonë që nuk ja jap votën Partisë Socialiste, jam duke u menduar se kujt ja jap. Po nuk shoh antarë të Partisë Demokratike, antarë të djathtë të opozitës që kanë të njëjtën dilemë. Dilema nga pikpamja opozitare është më e konsoliduar. Ndërkohë që këtu bëhet fjalë për ato që janë të majtë, të majorancës, ato që kanë mbështet majorancën. Sidoqoftë, për partitë e vogla unë kam bërë thirrje her pas here dhe edhe në terren e ndjen që njerëzit ndoshta mund të duan që të provojnë diçka tjetër, po thonë që vota do na shkojë kot. Dhe vota shkon kot. Dhe kërkesa ime, oferta ime, po edhe thirrja ime ka qenë gjithmonë që duhet patjetër që të shkojë ke oferta parë opozitare, kushdo që është kundër qeverisjes. Duhet shkoj patjetër te koalicioni opozitar i drejtuar nga Partia Demokratike, sepse përndryshe vota digjet dhe përndryshe nëse nuk prodhon mandat, dhe ne kemi eksperiencën e 100.000 votave të LSI-s në 2021 që prodhuan 3 mandate, përndryshe i shkon majorancës. Kështu që unë besoj që për njerëzit është e qartë kjo. Ndërkohë janë 3 parti që kanë ndër nga Partia Demokratike praktikisht. Ajo e Bashës, e Aliberit dhe e Shehajt. Ju mendoni që këto janë parti që do i prishin punë Partisë Demokratike realisht, dhe që mund të marrin mandate 2? Unë mendoj që nga këto të treja vetëm njëra prej partive mund të marrin një mandat. 2 tjerat nuk i shoh në terren. Nuk dalin. Nuk i shoh as 2 partitë e para që u përmendët nuk i shoh në terren. Janë një pjesë strukturash që ndoshta me idealizëm mund të kenë qëndruar, po unë gjatë gjithë kësaj kohe kam marrë këdo në telefon, kam kontaktuar këdo, që ndoshta ka qenë pak skeptik për t'i bërë ofertën për të bashkuar me koalicionin opozitar. Dhe kjo ka qenë puna ime e parë që ditën e parë. Partia Demokratike ka marrë 15 në 2021. Jo, ka marrë 17, po, se ndjes. Domethënë opozita është 17. Koalicioni ka marrë 17 me 18 të Partisë Socialiste. Dhe ka marrë dhe PSD-ja 1. Tani PSD-ja ka është prapë në garë, në fakt nuk e di më. Po Partia Demokratike sa pritet të marrë këto sipas jush? Unë mendoj që 19 mandate janë plotësisht realizueshme. Të Partisë Demokratike. 17 nisim në 2021, duke qenë që kësaj radhe kemi potencial në diasporës, duke qenë që kemi një mandat më shumë në Tiranë, sepse ishin 36, tani janë 37. Unë mendoj që është plotësisht